Ndër tjera këtu janë edhe baklavat që janë përgadit për xhamatin pas faljes së namazit Bajramit. I kemi përgadit edhe dhuratat, të cilat kanë me u shpërnda për fëmijët. Kjo nuk është diçka që kryhet veç një herë ose dy herë në vit, po të na zakonisht xhamia pastrohet çdo ditë. Shënjestër.net. Në natën e Bajramit bëhet një pastrim pak më i veçantë i xhamisë, pastrohen dyshemet, pastrohen xhamat, edhe parfymoset xhamia. Po ashtu në këtë kënd i kemi përgatitur edhe dhuratat, të cilat kanë me u shpërnda për fëmijët e xhamatit të xhamisë Veternikut apo edhe me gjerë. Një orë pas akşamit pra do të bëhet shpërndanja e dhuratave. Kur të postohet video ndoshta edhe do jenë shpërnda. Xhamin qysh edhe pesheni pastrohet në baza ditore, mirë po për namaz të Bajramit bëhet një pastrim edhe më i veçantë. Ndër tjera këtu janë edhe baklavat që janë përgatit për mu shpërnda për xhamatin pas faljes së namazit Bajramit. Po, se qysh dihet është edhe dita e pastrimit xhamive, zakonisht në xhamin tonë, po shpresojna që edhe në xhamit e tjera pastrohen xhamiat, po kjo nuk është diçka që kryhet veç një herë ose dy herë në vit, po të na zakonisht xhamia pastrohet çdo ditë. Gjithashtu parfymoset edhe shërbime tjera që i nevojiten xhamisë. Dhe çdo vit prej vitit parë e kena bërë si aktivitet që çdo Bajram, në ditën e Bajramit, me u shpërnda dhuratat që i kena për to. Shënjestër.net.